Çka do të kisha bërë për rini nëse do të isha ministre? Rinia është pjesa më e fortë dhe më e qëndrueshme e një vendi. Kur një rini është e shëndoshë dhe shteti përparon, e në të kundërtën nuk sjell fryte të ëmbla. Kësaj radhe kam përgatitur këtë poezi. Një jetë plot risi, e mbushur me vështirësi. Një ardhme e turbulluar, pak kohë për të shpresuar. Nëse unë do të kisha këtë fat, do të bëja ndryshime pak nga pak. Rinit të shkolluar e të përparuar, këtij vendi do t'ja kisha mundësuar. Nuk do të bëja premtime, por do të punoja. Këtë rini shumë lart do t'a çoja. Arsimi do t'i jepja më shumë rëndësi, nga se fatkeqësisht u zvek e dukuri. Do të ofroja perspektivë për çdo të ri. Do t'i lejoja të jetonin vërtet në liri. Unë do bësha zëri i rinis, do t'i thoja jo papunësisë. E pra kështu çdo gjë do të dukej më mirë. Një rini e përparuar e një Kosovë e lirë.